Unë po e them për herë të parë ndoshta publikisht, unë kam qenë i ftuar para 12 vitesh nga hetuesit e Hagës. E kam njoftuar në atë kohë drejtorin e përgjithshëm të Radio Televizionit Kosovës, se jam i ftuar, por s'kam pranuar të bëhet publike. 3 herë jam ftuar në prill, maj, në qershor, edhe më kanë pyetur për disa lajme që i kam transmetuar unë si përgjegjës i lajmeve pranë Radio Televizionit Shqiptar të kohës së luftës, por lajmet që janë me ndjeshmëri, sipas ligjit të shtetit shqiptar, mbi klasifikimin e informacionit, janë tek klasifikuara. Dhe kur më pyesnin mua këta hetuesit që donin ndoshta të më përgatisnin për dëshmitar të prokurorisë, unë thirresha në ligjin mbi klasifikimin e informacionit. Qëllimi i tyre ishte ishte dëshmitari i prokurorisë. Ajo ishte për të dëshmuar për cilat ngjarje aslan? Për lajme të ndryshme, masakra, ta diune kush burimet e informacionit, tashmë mbron kushtetuta edhe e Kosovës dhe Shqipërisë, se jam me 2 shtetësi që si gazetar kam drejt mos e tregoj burimin. Ju refuzuat jeni dëshmitari mbrojtur i prokurorisë? Unë me përgjigjet e mia refuzova. Jo në kuptimin taksativ, verbal kështu, por në kuptimin sepse unë ju thash, nëse ju zotëri që po më pyesni për këto lajme, edhe në kushte normale, unë sot nuk do t'i publikoj detajet për shkak se kanë ndjeshmëri dhe mund të shkaktohet një problem më i madh se çka ndodh në luftë. Dhe kështu është metodologjikisht po ndiqet. Nëse thash ti ke jetë edhe 50 vite dhe unë, më thret atëherë thash ta tregoj burimin e informacionit, se mund të mos ketë pasoja. Si u përzgjidhen? Unë u thira në ligjin për klasifikimin e informacionit, në atë çfarë kushtetuta me aktet e veta nënligjore e mbron gazetarin që të mos tregoj burimin e informacionit, dhe Karta e Këshillit të Evropës të njëjtën gjë e garanton për mediat, kështu që unë nuk dhash detaje dhe fatmirësisht për veten time shpëtova që të mos jem dëshmitar. Dhe po të isha dëshmitar, normalisht këto gjëra do t'i thoj edhe në gjykatore. E më kupto? Unë mendoj se një numër dëshmitarësh të prokurorisë, të cilët edhe në dëshmitë e tyre, pavarësisht se kanë qenë dëshmitar prokurorisë, kanë treguar për kushtimin, kanë treguar vërtetësinë e asaj çfarë është lufta shkrimtare. Mirë, po me disa përgjigje, ata kanë ra ose kanë ra në lajthitje të pretendimeve qëllimta të prokurorisë që ata t'i vente në lajthitje dhe në përgjigje të cilat nuk shkonin në favorin të akuzuarve. 3 herë jam intervistuar këtu në Prishtinë. Unë isha në Tiranë atëherë, isha gazetar që punoja për Radio Televizionin e Kosovës, ku marr ftesë me detyrim paraqitje. Nuk e kam bërë publike në media që më thanë unë e uftova, do ta mbrojë që këna ne këndesë që e mbron vetveten, etj, por për shkak se kam pas një pozicion të ndihshëm në kohën e luftës, bëri më thirrën në një libër se më pyeti një hetuesi i parë ka qenë hungarez, i dyti ka qenë austriak, i treti norvegjez. Tha ti në disa lajme thanë Radio Televizion Shqiptare ke quajtur Serbin agresor. Kush je tha ti? Thash agresor është pak, thash që i kom quajt. Sto jam prej Kazakistanit. Jo. A keni thirr ambassador si Kazakistanit, ambassador si shqiptar të Kosovës. E kom quajt thash pak agresor. Po. Thash nëse ju e merrni thash teorinë e propagandës së luftës të profesorit të Universitetit Miami, Serge Matjes, që ka 600 gjatë faqe, ju do ta shihni thash shumë mirë çfarë do të thotë të ndërtosh lajm në kushtet të luftës. Unë si thash gazetar i akredituar i ndonjë agjencie jashtë trojve shqiptare. Unë isha shqiptar i Kosovës që mbroja ideologjin, idenë, projektin, aspiratën e lirisë dhe të luftës që bënte ushtria çlimtare e Kosovës. Populli i Kosovës. Mos kërko thash ti mund neutralitet. Lexoje thash këtë libër, edhe ti do ta kuptosh se e kam bërë informacionin. Thash po t'jap një shembull. Kur kam punuar thash në radiokraci, ne kemi bërë një specializim për gazetari lufte thash atje, na instruktojshin thash edhe amerikanët edhe gjermanët. Për shembull, ja thash po të tham një shembull, ha ma trego. Për shembull unë jepja lajmin të paqen. Një siti subversiv ushtarak i ushtrisë kroate, para pak qastesh të ndëruar dëgjues, është futur në kazermen e ushtrisë armike. Ka vrarë 10 ushtar armiq, ka konfiskuar kaq armë dhe municione. Pse jepet thash ky lajm? Jepet sepse lajmet e radios sime ose radios së armikut i dëgjoj edhe unë i dëgjon dhe ai. Dhe ata mund thonë, edhe mund të jetë gënjeshtër, po more mos vallë vjen fut, edhe i nxjerrin mbrojtuesit dhe ushtria kroate në këtë rast e kupton ku i kanë pozicionet, ti e ndihmon. Edhe ja filloi të qesha hetuesi. Dhe pastaj mos më kanë thirr fare. Fare hiç. Jo. Nuk urdhatën që ata bën përpjekje të hapen.
të tregoj, unë i dhash një shembull teorik. Të ofrojnë se si duhet një lajm ndonjë gjë kushte të luftës. Prandaj gjitha komunikatat që alikoheshin këtu në rastin e gjykatës speciale, ato kanë pas, e thot Shane Burns, kanë pas karakter të propagandës të luftës dhe të marrëdhënies me publikun. Ti nuk mund të thush, o publik, na vran, na mbyten, ikni. Jo, ti do t'i motivosh, ti nxitesh, ti frymëzosh. Domethënë, kjo është atmosfera që krijohet në kushte lufte. Në kushte paqe, normalisht gazetari do të jetë i paanshëm, shfrytëzoj burimet edhe këtej edhe andej, edhe publiku pastaj ta vlerësoj. Edhe në kohë lufte duhet të raportoj për të vërtetën. Normalisht, edhe për të vërtetën. Edhe për të vërtetën. Edhe për të vërtetën. Po në luftë pat edhe propagandë. Ka edhe këtë segment, por e vërteta duhet të jetë prioritet, beti e madhe e pikërisht, mirë po, në luftë do ta kesh parasysh që ti nuk guxon të transmetosh lajme që mund ta vejnë në depresion. As popullatën civile, as ata që janë në armë, por lajme që frymëzojnë, që inspirojnë dhe motivojnë. Në rrethonat e okupimit klasik që ka qenë Kosova, ky lloj raportimi i ka shërby mirëmbajtjes së moralit madh publik. Qartë. Për të mos hequr dorë nga kauza për liri.